Ka marrë fund paraditën e sotme arratia e 2 të dënuarve, Eduard Lulo dhe Eris Haxhiraj, të arratisur nga burgu i Drenovës në Korçë, së bashku me 5 të dënuar të tjerë mbrëmjen e së shtunës. Pas 5 ditësh kërkime intensive në kufirin shqiptaro-grek, ku janë përdorur edhe kamera termike, policia greke ka arrestuar sot edhe të arratisurin e fundit Reis Haxhiraj në një pyll në malet e Kosturit. Lulo dhe Haxhiraj, pas arrestimit të dënuarit tjetër Toma, u ndarë në drejtime të ndryshme për të humbur gjurmët e policisë. I arratisuri Eduard Lulo u arrestua në orët e para të mëngjesit në të njëjtën zonë ku u kap mbrëm Gëzim Toma. Sipas policisë së Korçës, Eduard Lulo ka qenë i paarmatosur dhe nuk ka bërë rezistencë, teksa ka parë që është rrethuar nga efektivët grek. Pas arrestimit të Lulos, policia ka rënë edhe në gjurmët e Haxhirajt, i cili kishte mundur t'i afrohej kufirit shqiptar. Policia greke, ndihmuar edhe nga informacionet e banorëve, ka mundur të lokalizojë vendodhjen e Haxhirajt për ta vënë në pranga, i cili gjithashtu mësohet se nuk ka qenë i armatosur. Në këtë mënyrë, policia greke, ndihmuar edhe nga ajo shqiptare, ka përmbyllur me sukses një nga operacionet më të vështira sa i takon arratisjes së bushme të 23 nëntorit në burgun e Drenovës në Korçë. Mbrëmjen e së shtunës, Admir Tafili, konsideruar edhe si truri i arratisë, mundi të arratiset bashkë me 6 të dënuarit e tjerë: Fran Marashi, Gëzim Guri, Artur Gora, Gëzim Toma, Eduard Lulo dhe Eris Haxhiraj. Policia shqiptare mundi të vërë në pranga 4 prej tyre në 2 ditët e para të arratisë, ndërsa 3 të dënuarit e tjerë u arrestuan në Greqi. Mësohet se Lulo, Toma dhe Haxhiraj aktualisht do të gjykohen në Greqi për veprën penale të kalimit të palishëm të kufirit dhe më pas do të bëhen procedurat e ekstradimit për në Shqipëri.